është padyshim tema më e diskutuar e këtyre ditëve. Bëhet fjalë për divorcin e Neda Balluku. Një ish banore Big Brother Albania dhe opinioniste sezonës së kaluar të Big Brother VIP Albania. Pranoi se ka kërkuar divorc nga bashkëshorti i saj Ogrem Balluku pas rreth 10 vitesh martesë. Çifti kanë 3 fëmijë, por duket se kjo gjë nuk paraqiti problem për Nedën, e cila ka trokitur në dyert e gjykatës për divorc nga tashmë ish burre. Në një intervistë në emisionin Goca dhe Gra, ajo tha se marrëdhënia mes tyre kishte qenë prej kohësh jo e shëndetshme, madje ata kanë jetuar të ndarë. Prej shumë vitesh tashmë, marrëdhënia nuk është e shëndetshme. Për disa kohësh jetojmë të ndarë, si çdo grua shqiptare. Ajo është e fokusuar tek mirëqenia e fëmijëve dhe tha se ka vendosur që ata të kenë një ambient të shëndetshëm. Do bëja të njëjtën gjë, sepse nga ai pajtim erdhi në jetë goca ime e vogla, Suzian. Anel, po pse thua si do nën shqiptar? Neda madje na ka bo me dije që problemi hase edhe gjatë kohës së pandemisë pra në vitin 2020. Në këtë rrëfim të sinqert, opinionistja theksoi se marrëdhënia e saj me Ogrenin prej kohësh nuk ishte e mirë. Ndonse përpjekjet për ta shpëtuar martesën kishin vazhduar gjatë. Deklarata e Nedës ka ngjallur reagime të shumta në rrjet, teksa publiku ka shfaqur mbështetje për vendimin dhe hapjen e saj emocionale. Po patë edhe të tillë që e kritikuan e madje e tallën duke thënë që kjo ndarje është e shpikur për shkak të mbrojtjes së pasurisë nga SPAK. Prokuroria posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Shqipëri ka dalë me një njoftim zyrtar pas paraqitjes në këtë institucion të ministrës së infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Në njoftimin e SPAK thuhet se ajo akuzohet për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankënde publike. Histori e njëjtë pati ndodhur edhe në qershor të 2024-s, kur Ilir Meta i ka kërkuar divorc bashkëshortës Monika Kryemadhe. Ata kanë 3 fëmijë së bashku. Meta deklaroi se ai dhe ish bashkëshortja kanë ndjekur rrugët ligjore për këtë çështje. Shkak për ndarjen sipas ish presidentit është bërë këndvështrim për SPAK-un. Meta është përpjekur të japë edhe shpjegimet për arsyet që e qua në një vendim të tillë, e madje thotë se shkak për krizën u bën përplasjet politike. Kjo lëvizje ish presidentit shqiptar vjen në një moment kur SPAK po heton pasurinë e familjes Meta, e kjo ndarje mund të jetë fiktive. Ndarjen nga Meta Kryemadhe pati paralajmëruar që në prill të vitit kaluar, pasi thë se ka një marrëdhënie të ngrirë. Ani pse kjo për vete po kujdeset për fizikun që ta ketë të jetë seksi. Divorce të shtirura apo jo, gjithsesi, urojmë shpresojmë që fëmijët të jenë shëndoshë mirë, të paktën ajo ka rëndësi.